Kryetari i degës së BDI-s në Tetov, Bajram Rexhepi, sot ka akuzuar komunën e Tetovës se në pamundësi për të zgjidhur problemet me të cilat ballafaqohen çdo ditë qytetarët, ka zgjedhur format e kërcënimeve, shantazheve dhe të frikësimeve për të gjithë ata që mendojnë ndryshe, duke aluduar në pretendimet e gazetarit Rami Mislimi që dje denoncoi funksionarët komunal për kërcënime. Rasti i dieshëm i kërcënimit të gazetarit Rami Mislimi dhe familjes së tij, duke përdorur gjuhë të tmerrshme dhe skandaloze, tregon se sot rrugaçëria, krimi dhe hajnia janë pikat e referimit të udhëheqësisë komunale të Tetovës. Kjo është një fatkeqësi elementare të cilës duhet t'i vi fundi shumë shpejt. Forma të tilla mesjetare të presionit po përdoren çdo ditë edhe ndaj aktivistëve dhe anëtarëve tanë dhe të gjithë atyre tjerëve që mendojnë ndryshe. Ato sot po ballafaqohen me shantazhe nëpër vendet e punës, nëpër bizneset private dhe kudo qoftë ku ju mundson pushteti i tyre i përkohshëm. Rexhepi tha se me shantazh është përcjellë edhe protesta e fundit ku qytetarët u penguan të protestojnë duke kërkuar nga Ministria e Punëve të Brendshme që të ndërmarrin masa ndaj presioneve të tilla. Unë sot ju bëj thirrje që të ndalin menjëherë këto forma të veprimit sa nuk është vonë, sepse do të përballen me fuqinë e vërtet të popullit. Dhe shumë shpejt do të vijë dita që do të përgjigjen për të gjitha këto veprime monstruoze. I bëj thirrje kryetarit të komunës së Tetovës që të largojë menjëherë rrugaçërinë dhe llumin nga komuna jonë. Përndryshe do të duhet të largohet ai vetë. I bëj thirrje prokurorisë dhe organeve të drejtësisë që sa më shpejt dhe në mënyrë të paanshme të zbardhin këto raste dhe fajtorët të marrin dënimin e merituar. Ndërkaq Rexhepi bëri të ditur se protestat për çështjen e emrave të rrugëve do të vazhdojnë dhe sipas tij, Komisioni për Emrat e Rrugëve nuk po funksionon dhe i njëjti nuk po vepron për kthimin e emrave që i abrigoi gjykata kushtetuese, por po tenton të fshinjë historinë e vërtetë tetovare. Ndërkaq nga komuna e Tetovës nuk e pan të arsyeshme që të komentojnë akuzat dhe kërkesat ndaj tyre nga ana e partisë opozitare BDI.